A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul inna as-salati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Falenderojmë Zotin e Madhreshëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të bekuar. Na bof Zoti dhe neve prej tyre. Amin. Ejmein salihin siddiqin. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Vëllezër të nderuar, pra siç po e shihni edhe vet, erdhi Kurban Bajrami, kjo festë e bekuar për gjithë besimtarët musliman, të cilët e presin me padurim këtë festë të bekuar, të adhurojnë Allahun xhalla shanuhu me faljen e Bajramit, pra Kurban Bajramit, dhe me prerjen e kurbanave, që është një sakrificë për hir të Zotit Madhreshëm, dhe kjo bëhet vetëm për Allahun xhalla shanuhu. Ka mbi 10 vite domethënë që na presim kurbanin dhe shpërndajmë tek fshatarët e varfër dhe tek njerëz nevojtar, të cilët do të thotë kultivojnë edhe baktitë e tyre. Ne ndihmojmë domethënë edhe ata që shesin baktitë, për shkak se i blejmë për tyne ata, me ato para, domethënë ju ndihmojnë familjeve tyne, po të njëjtën kohë edhe ata mirë që prehet shpërndahet për njerëzit dhe gëzohen dhe e dinë se ka Bajram. E kemi bërë këto bashkë me literaturë islame, domethënë përveç qesëve me mish që shpërndahen, edhe prerjes rekord, domethënë brenda kohës mishi shpërndahet i freskët, edhe shpërndahet edhe Kurani falas, shpërndahet edhe forma namazit falas, dhe gjitha domethënë shpërndahen, edhe njerëzit mu vetëdijsu se ka Bajram, edhe me njoftë Allahin xhalla shanuhu dhe me ditë kënd e kanë krijues. Sepse Allah xhalla shanuhu na mëson Kur'an dhe thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Unë nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për tjetër, vetëm me madhuru mu me mboj ibadet. Siç po e shihni pra, edhe kurbanat tash që do të prehen, do të thot për mirësive të Allahit, pra janë bakti shumë të majtura dhe të zgjedhura, sepse për kurban do të mu zgjedh, do të thot dashi më i mirë, pra delmja më mirë, dashi ose dopa ose dhia ose pa marrë parasysh, nuk do të me koni çal, nuk do të me koni shpum, nuk do të me koni rrezum, pra do të me plotësu kushtet e kurbanit. Drejtohet ka kibla, thuhet bismillah Allahu akbar, mshefet arma, do të thonë ajo thika kur do me prej kafshën, mos me friksu kafshën, edhe janë ato rregullat e kurbanit, kuptohet. Dhe këto kemi bërë vazhdimisht në këto zona të thella malore, dhe e bëjmë vazhdimisht dhe vazhdojmë ta bëjmë vazhdimisht këtë vepër, të cilën vepër halusim Allahun të jetë i kënaqur me ta. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam që për çdo fije që ka kurbanin në trupin e vet ju keni sevap. Andaj gjithë ata që kontribuojnë e që vazhdojnë të kontribuojnë për prerjen e kurbanave, për shpërndarjen tyne që i blejmë nga vëllezërit tanë shqiptar, edhe nga shqiptarët han, nga ta blenë dhe ndihmojmë vëllezërit tanë shqiptar kudo që janë. Kjo është prej mirësive të Allahit. Dhe unë shpresoj që vitin që vjen dhe vitet që do të vinë, do të prehen qoftë edhe 100 copë ose 200 copë, e të shtohet numri i kurbanave dhe të shpërndohemi në 73 fshatra dhe të shkojmë kudo me literaturë islame dhe të bëjmë edhe një davet, një thirrje modeste islame dhe t'i japim një drekë simbolike gjithë atyre që e njohin veten si musliman dhe ta pranojnë se janë musliman dhe ta dinë se kanë këtë festë. Ju faleminderit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.